Pra fjalët i kam përdorur vetëm ju. Por, një moment. Fjalët e tjera si kam përdorur. Një moment. Iliri do të jetojë vetëm në këtë çadër. Por ky do të jetë paralajmërimi i fundit për Ilirin dhe për çdo që si Iliri fyen, kërcënon dhe përdor gjeste dhe përdor gjuhë të papërshtatshme. Kot e ke bana. Kot. E ke kot sa për show. Se ti për të nxjerr, ti kishe nxjerr që kur i tha Zhaku ik var veten. Ai thashë kaloj Zhaku ti po gacmonte, e tha ik var veten ti. Ti e për të var veten, ik var veten. Kjo është një gjuhë vrastare, nuk e di se as ofenduese se kjo është akoma më e rëndë. E kupton? Ti thosh dikujt ik var veten, për shembull. Se sa meriton Zhaku apo se meriton punë për ata aty brenda e punë për juve, por këtë jashtë për shembull, cili është shembulli që nëse ke antipati për dikë, duhet ta shtysh të vrasi veten, e para punës, e dytë e punës. Rregulli që theu Iliri për shembull, ishte që shkoi mori ushqim te shtëpia. Rregulli që theu Iliri për shembull, që ishte një ndër rregulla strikte agajt, po tash ka filluar mos sa pierdin agajt, ishte mos i flasin njerëzve mos i flasin fermeve të tjerë. Çfarë ndodhi tani? Iliri shkon i hedh Sarën. Ja ku keni një klip këtu. Iliri shkon i hedh pishin Sarën që ishte tek ai Rosapo dhe the mos Iliri se do mlagësh flokun. Në këtë moment u thye një rregull. Si na Sara, si na Iliri. Pjesa tjetër, në një muhabet të ulur, gjë që ju mund ta justifikoni që ata ishin duke bërë reklam produktit. Por këtë gjë ti nuk e specifikove. Ti ke thënë që bana që të vetme mënyrë që këta mund të flasin do të jenë vetëm në agaj, urdhëruan agaj për sfidat. Ndërsa ky me Romina u shtrua dy fare dhe bëri një lloj muhabeti, u folën edhe u shkoqitën. Tani, ka thyer rregull apo jo, nëse ne bazohemi në ato që ke thënë ti bana, çfarë ndodh? Duhet ta kishe përjashtuar. Hajtë se për këto rregulla, ama për gjuhën vrastar, për atë gjuhë që ai shtyn dikët, vrasi veten, vari veten, ju qofshit që e mbani. Tani të bëjmë një rezume të gjithë gjës. Mbrëm Moza për shembull, tha ua nuk dua të dalë Iliri andaj këtej gjë që mua më ka shpifi kjo pjesë. Edhe Agaj e zbuti pak dënimin e tij. Unë them që në një farë mënyrë edhe pjesë dhe Moza nuk ka faj, se Moza komenton atë që sheh, atë që i japin ata aty. Se po të kesh dëgjuar Moza që ky ka thënë shterp, po ta kesh dëgjuar Moza që kishte thënë mos më çaj atë që kam saglam, pra që ka direktiva për organin gjenetal. Shumë ofendime të tjera që ka thënë për Mozën, unë mendoj që Moza do kishte një mendim ndryshe, por nëse do t'i dëgjonte Moza dhe nëse Agaj do t'i jepte këto për transparencë të Mozës, mendoj se do të ishte një situatë komplet tjetër se mund të reagonte Moza. Pra, në këtë mënyrë shikojmë një mbulim nga anë e produksionit për shembull. Sado që ata mund thonë jo po s'mund t'japim, neve se janë shumë ofenduese të tjerë, po neve në rrillsat tuaja, ju i keni publikuar në faqet tuaja zyrtare. Nëse ju doni ta mbroni këtë gjuhë kaq denigruese mos t'ishte për publikun, ato rrillsat për shembull nuk duhet i kishit hedhur në Instagram, TikTok, YouTube e kudo. Por kjo është thjesht një kamuflim i asaj të vërtetës që mund të marrë vesh Moza dhe mbrojtja që bëni ju kundrejt Ilirit. Dhe e mbyllim me këtë që nëse Agaj pas kaq sfida strikte, Iliri duhet dilte sonte. Për shumë arsye që unë numrova, vajta merja ushqimit në vil, folja me fermerët e tjerë, dhe ajo që është më e rëndë akoma, thënë një konkurrente tjetër që ik var veten. Kjo është një gjuhë e papranueshme. Se çfarë bëhet tash e di ti bana. Ti di këto muhabete, ti je nona kësaj pune, rregulloi ti bashkë me Agajin aty, se çfarë do bëni nuk e di. Por unë them që kjo thyrje që po bën vazhdimisht Iliri të rregullave që kur mori paralajmimin brëm, ndodh vetëm për një arsye. Që të çojnë në dënim, të shkojnë kokë në kokë, të tre këto, domethënë se ky ka inati me Zhakun, të shkojnë të tre kokë në kokë për arsye, për në televotim që hajtë se këtë vendosi këtë nxjerrë publiku. Dhe përsëri do ta mbaj publiku në prerë, do për gjashtën e Agajit. Shohim këtu atë hënën se çfarë do ndodhi. Çfarë është? Premten, po.